Të nderuar qytetar dhe qytetare, të nderuar kandidat për deputet, i nderuar zoti drejtues i qarkut, të nderuar aleat për Shqipërinë madhështore, i nderuar profesor doktor Sali Berisha, mirë se erdhen në Himar. Ne jemi sot këtu në vasinë e këtij misioni demokratik, i cili nuk është një çështje thjesht politike, por një mision jetik dhe kombëtar. Ne jemi sot këtu të gjithë së bashku për të shenjuar edhe një herë tjetër përmbysjen e këtij sistemi brejtës dhe të konsumuar deri në palc. Motivimi ynë lind tek shpresa që ka lind në syt dhe zemrat e qytetarëve tanë. Të dashur qytetar, thelbi i kësaj lufte qëndron në ndërgjegjësimin tuaj, në vendosmërinë dhe nevojën tuaj për të vlerësuar dinjitetin, familjen dhe pronën. Të jetosh sot në Shqipëri është një luks oligarkësh, në të cilin nuk mund ta gjej dot veten as pensionisti, as punëtori i thjesht, as mësuesi, as të rinj dhe as një lloj qytetari. Kjo është shfaqja më e shëmtuar, më e përçudnuar, më e padenjë që mund t'i bëhet këtij populli duke e fyer, dhunuar, censuruar e shpronësuar. Ajo çka kanë shqiptarët para syve sot përbën kontrastin alternativ më të fuqishëm, por dhe njëkohësisht më të qartë. Ne kemi përpara vetes son zgjedhjet. Çfarë do të zgjedhim? Moralin apo antimoralin? Mirëqenien apo mbijetesën? Dinjitetin apo përdhosjen? Familjen e shëndosh apo gjymtimin familjar? Pronën e gjyshërve tan apo oligarkët dhe pseudoartistët? Pasuritë natyrore apo luftën kundër natyrës? Mjerisht, jemi përballë një klase politike e cila jo vetëm nuk e kanë në konsiderat zhvillimin e qytetarit, por çdo ditë e fyen në shfaqjet më teatrale e groteske, në sheshet e estradës së tyre të fundit tragjikomik. Prandaj, të dashur qytetar, ju duhet i kushtoni pak kohë programit të Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Ju bëj thirrje ta vendosni fokusin te ky program, sepse aty do ta gjej veten kushdo, që nga fëmia i posalindur e deri tek pensionisti. Prona, rrogat, infrastruktura, bujqësia, blegtoria, pasuritë e natyrës, biznesi i madh e i vogël. Programi i Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore është programi i qytetarit. Në mbyllje të fjalës sime, 2 fjalë kam për popullin e Himarës. Në 11 maj, Himara do t'i thotë jo diktaturës. Himara do t'i thotë jo vjedhjes së pronave. Himara do t'u thotë jo lakejve të ditës dhe të natës me vullën e servilizmit në ballë. Himara do gdhend me gërmat e qëndresës edhe njëherë fitoren e mohuar nga përdhosja e dhunës të zgjedhjeve të 2023-shit. Himara di të shkruaj histori dhe do ta shkruaj ashtu siç vetëm ajo di ta bëj, nëpërmjet qëndresës dhe demokracisë. Fitore, fitore, fitore. Faleminderit. Faleminderit për fjalën tuaj, kryetare e Partisë Demokratike të Qarkut Himar.